Adhurues të basketbollit, kthehemi me pamje në 13 qershori, ku po ndeshën Golden Eagle Ylli dhe Vllaznimi, dy skuadra që si vjet ende nuk din për fitore. Pjesa e parë 40-39 i patë edhe rezultatet sipas çerekëve 25-12 çereku i parë, 27-15 kthehet Vllaznimi në çerekun e dytë, me të vërtet po ishin edhe statistikat, kishte plus prej 13 pikëve Golden Eagle Ylli në fillim të çerekut të dytë 27-14, pastaj 29-16 e pasoj një seri prej 9-0 shumë e rëndësishme e Vllaznimit, me të cilën u afruan në vetëm 2 pikë dallim, 1 minutë e 25 sekonda para se të përfundonte çereku i dytë apo pjesa parë si doni. Golden Eagle Ylli kishte plus për 6 pikëve, 40-34, mirë po në 2 sulmet e fundit, dhe duke i falendruar edhe një mbrojtje të mirë të Dedushajt, fillimisht Ati Koshi kapiteni tentoi për 3 pikë, e huqi, mirë po e përmirësoi atë me kërcim në sulm dhe 2 pikësh, e në sulmin e fundit, në sekondën e fundit, Marquise Warwick erdhi në pozitë për të lansoi dhe qëlloi 3 pikëshin e tij për të afruar rezultatin maksimalisht në minimum 40-39, dhe kështu pjesën e dytë të këtij dueli e bëri shumë interesant. Thash edhe parës, është kjo ndeshja e tretë, xhiros së tretë në program pas 2 ndeshjeve të zhvilluara dje, ku Go Plus Peja poshti Borën me rezultat minimal 96-94 dhe Sigal Prishtina poshti Rahovecin 0-29, 77-68. Është kjo ndeshja e tretë në program, ndërsa java përmbyllet me Qërshin Bitort apo Icon B ëmbëlsirë si dëni, Trepqa Bashkimi, repriza e finales play-offit dhe finales së Kupës së Kosovës mes të kampionit Trepqës dhe nën kampionit Bashkimit në Minatori me fillim nga ora 19, me njëherë pas këtij dueli. Topin do të arrivoj Jon Ismaili, Warwick, Anej, Reed dhe Koshi, kapiteni, peshja startuese e Vllaznimit, Qallaku, Marina, Hoffman, Thomas dhe Allen. Peshja startuese e Golden Eagle Yllit, Warwick. Mbrojtje zonale tani, deporton Reed. Dhe e porsia e parë e mysafirve, pas asaj në start për 0-2, 40-41. Hoffman te Morina, nuk e pasoj si duhet Allen, dhe me mbrojtje zonale po përgjigjet edhe skuadra e Vllaznimit, e cila e bëri këtë më me sukses. Reed deporton, dalet në mënyrë të paluar nga kapiteni Gzim Morina, dhe fauli ishte më herët, nuk ishte në gjuajtje e sipër, do të kemi rivanje të topit me 13 pikë. Më efikasit e Vllaznimit është Warwick. Anej 8 pikë e 6 kërcime, 8 pikë i ka dhe Ati Koshi, është 7 Reed. Ismaili për Koshin, Anej, bukur atje pick and roll, edhe njëherë e kërkon pikun, dhe mbi të gjithë 10 pikë për Ati Koshin, kapiteni, për 40-43, është kjo e përsia më e lartë tani prej 3 pikëve e skuadrës mysafire. Hoffman, Anej, shumë masiv Hoffman atje, vështirë është që të ndalet, e përmirëson Trevon Allen me kërcim në sulm dhe realizimin e pikës së tij të 16. Çfarë blokade atje, ja teron Hoffman kundër sulmit shpejt Allen, dhe fauli kapitenit Koshit.
Edhe njëherë në mbrojtje atje, bukur atje, Warwick mirë, po jo zotni, jo pran me, jo në shtëpin time, I thot Brandon Hoffman dhe aja Teron, I mori pa kalueshëm, është kjo blokada e dytë e ti, 12 pik, 10 kërcime, dhe 2 blokada nga Brandon Hoffman, momentalisht figura qëndrore, së bashku natyrisht edhe me Trevon Allenin, I cili I ka 16 pik, snajperisti kryesor I skuadrës, kapiteni me numër 6, Gzim Morina në vitin e tij të 6, tek Golden Eagle Ylli pas kthimit nga Slovenia, momentalisht I ka 6 pik. Urso për mrekulli mbi dorën e Reedit atje, lanson treshën Larry Thomas, edhe rikthene përsin e Niko Qirve. Warwick, Thomas mbrojtje mirë e ti, Morina, kapiteni atje. Për nderë edhe mu duke dyshimt. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira, të shofim në gjirim të përsëritur. Herën e parë kontakti ishte në top mirë, po më pas pati si duket kontakt edhe në dorë, nga këndi që e pam, si do qoftë referët ishin ma ofër. Në vijnë e gjuajtjeve të lira Reed. Herën e parë I sakt nga tentimi parë, është kjo pika e 8 e Reedit, hera parë që ishte në vijnë e gjuajtjeve të lira. Ziggy Reed, edhe herën e dytë realizon 100% I sakt, ka një efikasitet prej 75% nga vija gjuajtjeve të lira në 2 ndeshjet para prakës, sonte 100% efikas dhe barazon rezultatin në 45-45. Topi shkon në anën tjetër të Arjan Qallaku. Sa bukur Larry Thomas në thellësi, Brandon Hoffman në lartësi e shmonton koshin për mrekulli. Foul nga Ziggy Reed për duket. Po, Ziggy Reed se nuk arriti që të tregoj pasi erdhi deri te ndrimi. Gzim Morina largohet, ja lën kapiteni, dikur kapitenit Artin Gashit, edicionin e kaluar, ju kujtohet me ato lojnat në mungesën e qendrave, kur Golden Eagle Ylli pati telashe dhe në munges të qendrave, Artin Gashi u inkuadrua në 2-3 ndeshje edhe shfaqi lojë fenomenale duke I sjellë edhe fitore. Pas rikthimit 2-3 vjeçar, Trevon Allen, Ray Allen, Artini I cili ditë qëllon për 3 pik nga këndi. E do bon topin atje Larry Thomas. Artini me mbrojtje ndaj Ziggy Reedit e përcjell të shohim. Është pak më I ngadalshëm se Reed natyrisht, mirë po. E mbyll atje Joran Ein mrapa, kundër sulmi shpejt Allen, coast to coast nuk realizon. Mbetet me 16 pikët e tij. Kjo Eduard Trokitje që po e dëgjoni është trajneri Takianos I cili po jep moral dhe po I motivon lojtarët e tij. %% efikas ishte Allen në 2 gjuajtjet para prake, edhe tash e vazhdon efikasitetin e tij perfekt 3-3. Njëzet e 7 vjeçari, playmakeri I cili realizon edhe herën e dytë 18 pikë të tij. 4-4 është nga vija gjuajtjeve të lira Allen. Warwick pranë Qallakut,
me një hap brapa atje për mrekullim, mbi Çallakun realizon dhe rezultatin në 49 me 47 e afron. Larry Thomas do të rivë topin, Çallaku vjen për të ndihmuar dhe për të ju shmangur këtij presingu. Joni Smali, mbrojtësi i Allenit, vjen deri te një ndrim i lojtarëve, rrit tani me Allenin dhe të shohim faulli kujt. Një diskutim atje mes të Joran Eid dhe Larry Thomasit. Personalja e tretë e Joran Eid. Diçka ndodhi, nuk e pam se çka ndodhi mes të Aneid dhe Thomasit. Por gjakrat u qetësuan me njëherë. Thomas përballë ka Reedin, Trevon Allen i vetmuar nga bloku atje del. Hoffman atje edhe një kërcim i tij në sulm. Kërcimi i tij i 12 dhe i 6 në sulm. Nga 6 kërcime në sulm e mbrojtje i ka Brandon Hoffman 14 pike, 12 kërcime. Personalja e katërt e çmend atje Joranej teknike për të dytë edhe për Larry Thomasin edhe për Joranejn, të cilët si duket vazhduan fjalosjen e tyre dhe Joranej përjashtohet pas faullit, vazhduan edhe me përplasjen e tyre. U ndëshkuan të dytë me nga një teknike pas personalës e Joranejt edhe kësaj teknike e pesta dhe jo për Joranejn ka përfunduar ndeshja dhe kjo është një handicap i madh sepse ai pati 8 pike 7 kërcime dhe ishte shumë i rëndësishëm për skuadrën, sidomos në mbrojtje. Kolimerio, bukur atje. Depërton, qëndroj pak në ajër atje, priti derisa të tjerët të binë. Dhe tentoj e unë dalë në mënyrë të palejuar. Do të kemi Lovre Bashić dhe Elias Shoshin do të rikthehen në lojë. Brandon Hoffman largohet nga loja. Edhe Larry Thomas i lën vendin Bashićit. Po e shohim në ekranet e juaja të ndëshkuarin Joranejn. Samir Zekici sonte nuk është në skuadër, si kurse edhe Rian Kastrati për Golden Eagle Yllin. Dikur bashkëlojtar, kanë fituar edhe një titull së bashku tek Golden Eagle Ylli, Samiri dhe Erioni. Mbrojtje zonale e vllazënimit Reed, Bashić tenton, depërton, nuk realizon dhe Joni Smali më i larti në kërcim kundër sulmi shpejti. Joni të ri e kthen topin te Reed, i cili e dërgon këtë projektil në drejtim të atij koshit, po topi nuk pasohet mbi kokë atje.
I pati ati ku dur të shtrira ashtu si duhet japë vëri shënjesrën në gjoks. Ja, shikoni. Jo mbi kokë. Ungut atje rrit dhe e humbi këtë top. Mbetet një pik dallim 50 me 49. 10-10 në këtë qerek deri tash në 5 minutat e para. Trevon Allen depërton deri në fund atje. Warwick pranë e blokon. Mirë po vazhdon luftën Allen. Lovre Bashic tentoi. Edhe një kërcim i Joni Ismailit i pesti i Jonit. Warwick depërton deri në fund. Reed me treshen nuk realizon. Kthehet në mbrojtje Ismaili dhe Koshi. Atje është edhe Kolimerio. Fauli i kapitenit ati Koshit, tregon referi kryesor Shabani. Personalja e tretë e kapitenit Koshi do të kthehet në lojë Dasyla. Realizon për 51 me 49. Kjo pika e 19 e ti, 5-5 nga vija gjuajtjeve të lira. E huq, gjuajtjen e parë të lirë sonte. Trevon Allen, nga 6 tentime, ka realizuar 5 gjuajtje të lira dhe në total ka 19 pikë. Më efikasi në parket në përgjithësi të të dyja skuadrat. Do të verifikojnë referët sigurisht dhe kohën para rivënjës topit. Në ekranet e ju e Trevon Allen. Diçka nuk është në rregull me kohën. Luis Regina nëse ka mundësi që të rikthejmë momentin kur është ndërprerë. Pra ishte saksisht edhe 4 minuta e 30 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. Ka problem me kohë matës. E duhet të ristartohet sipas gjitha gjasave. Kemi time-out referve, time-out detyruar. Shkojme një blok të marketingut edhe ne, derisa të rregullohet kohëmatësi dhe semafori në palestrën e sporteve trembë qershore.
Adhurues të basketbollit, çdo gjë është në rregull, edhe me kohëmacin, semaforin, 4 minuta e 30 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Rezultati është 51-49 në favor të Golden Eagle Yllit. Po e ritheksoj edhe një herë ndeshja e dy skuadrave. Ja, atje sharin i flet Aneti, i cili shkaktoi personalin e katërt, pastaj edhe teknikën dhe u përjashtua. Thash ndeshje dy skuadrave që ende si vjet nuk kanë fituar. Një rivalitet i jashtëzakonshëm, edicionin e kaluar 7 ndeshje i kanë luajtur këto dy skuadra, 4-3 për vllaznimin i cili fitoi serin çerek finale të kupës duke eliminuar Golden Eagle Yllin, pastaj edhe në gjysmëfinale të ligës unike. Ajo ndeshje dramatike me koshin e Gjito Bos 5 sekonda para se të përfundonte dueli 76-75. Vllaznimi u kualifikua në finale dhe fitoi, ndërsa Trevon Allen këtu e realizon pikën e tij të 21 për 53 me 49. Përndryshe urime edhe fitoria e tifozëve të Real Madridit ndaj Barcelonës në El Clasico, i cili porsa përfundoi një mbrëmje fantastike futbollistiko-basketbollistike. Në anën tjetër Ronda Sylla bombardon me treshe për 53 me 52. Juri kujtoj se pas sa ndeshje në minatori na pret përmbyllja. Ai ka mbi ëmbëlsirën e këtij vikendi basketbollistik. Joni Ismaili lufton atje, lufton dhe topin në fund e fiton. Trepça Bashkimi, repriza e finales play-offit dhe kupës. Nën kampioni udhton te kampioni, topi vjedhur nga Lovre Bashiqi kundër sulmish. Çfarë asistimi! Aj! Çka huqi atje! Luftë e madhe, Arjan Çallaku e tani të ngodh, me të vërtet Trevon Allen e huqi, Lovre Bashiq atje, po lufton Çallaku, pranti Ismaili, mbi Ismailin e huq dhe faulli Lis Shoshit. Do të jetë kjo personalja e 4 e Lisit. E shtyva atje Ronda Sylla nga prapa Lis Shoshi. Do të jenë dy gjuajtje të lira, të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin dhe reagon me një herë atje trajneri Takianos e tërheq Lisin në bank. Herën e pari pasat Ronda Sylla, Gze Morina në vend të Lisit. Herën e parë Roni e huq. Larry Thomas do të rikthehet në lojë. E huq edhe të dytën në çastet vendimtare. Ronda Sylla 2:36 deri në fund të çerekut të tretë Thomas. A do të inkuadrohet me të Bashiqit apo të Allenit, mbetet të shihet. Edhe një top i humbur atje kundër sulmi shpejt atij koshi për Kolli Merion, i cili tenton nuk realizon. Çfarë blokade Artin Gashit, mirë, po në anën tjetër top i vjedhur edhe nga Ronda Sylla. E kërkon topin Ismaili, më në fund kur spati çka me bo. Jon Ismaili e kap topin dhe ndalet në mënyrë të paljuar nga Çallaku. Nuk pati çka me bo me top atje Warwick dhe e ktheu topin te Joni, i cili ishte i vetmuar për 3 sekonda, e priti topin. Tentoi për 3 pikë, mirë po e huqi dhe e përmirësoi. Artin Gashi dhe Arjan Çallaku largohen nga loja. Në lojë Lisi dhe Thomas. Ismaili i sakt. Barazon rezultatin në 53 me 53. Herën e dytë e huq, mbetet rezultati 53 me 53. Është interesant të themi se në pjesën e parë kishte efikasitet të lartë prej 10 me 9.
skuadra e 10-8, më falni. Skuadra e vllazimit në pjesën e dytë. Pati huqe nga vija gjuajtjeve të lira. Zimorina e huq, Warwick i kthehet topi, kërkon topin, da syla, shpejt lëviz. Ismaili organizon sulmin. Reed nga krahu i djath atje depërton. Dhe mbi Lis Shoshin realizon për të rikthyer përsin. 53-55 është kjo hera e 5 sonte që e përsia ndron on. Zimorina kërkon atje, lufton Lis Shoshi me Jon Ismailin. Mbi të gjithë atje edhe njëherë Trevon Allen barazon rezultatin në 55-55. Kolimeria, shumë i lëvizshëm është Kolimeria në anën tjetër te Warwick, i cili bombardon dhe treshën e realizon edhe njëherë për herë të dytë sonte. Është kjo e përsia maksimale prej 3 pikëve, mirë, po me njëherë Bashiq në anën tjetër përgjigjet në treshe me treshe. Kolimeria depërton, dalet në mënyrë të palejuar nga kush. Nëse është Lisi, atëherë është e pesta. Jo, Zimorina, personale e kapitenit. Apo jo, me gjithate është Lis Shoshi, jo Zimorina, po Lisi e pesta për Lisin, i cili e mbyll ndeshjen me 5 pike 2 kërcime. Herën e pari sakt Kolimeria. Realizon edhe të dytën për 58-60. Nëntë barazime edhe 5 ndrimet e përsis. Jon Ismaili dëbon topin atje, mbetet me Zimorinën. Dhe treshe tani e Larry Thomasit për 61-60, 2 treshet një pas njëshme, Lovre Bashiq dhe Larry Thomas për të rikthyer përsin minimale. Oj. Treshe për treshe, edhe kjo është ndrimi i 6 e përsis në këtë duel. 61-63. Në treshen e Larry Thomasit përgjigjet me treshe Marquise Warwick. Do të rishikojmë këtë rast nëse ishte me kohë apo jo. Lus Regjin edhe njëherë që të rishikojmë rastin e fundit. Adhurues të basketbollit, të rikthehemi. Rezultati megjithatë nuk është 61-63, por 60-63, pas rishikimit të 2 rasteve të fundit nga treshja e gjyqtarëve Shabani Haxhani dhe Shala. Ai tentimi i Larry Thomasit nuk ishte treshe po dyshe, pasi që Larry Thomas e kishte shkelur vin. Pra 60 pikë të Golden Eagle yllit, ja ishte kjo situatë kur e kishte shkelur vin Larry Thomas, ndërsa te Marquise Warwick e kishte lansuar treshën para se të ndizej sinjali. Treshja pranohet, rezultati final 60-63 përmirësohet edhe në semafor 24-20
e fiton qerekun e tretë vllaznimi, pra në qerekun e parë Golden Eagle Lulli 25 me 12, 13 pike përsi. Qerekun e dytë e fitoi vllaznimin 27-15 dhe të tretë 24 me 20. Po e ritheksoj për të zdisatën herë sonte, është ky duel mes të dy skuadrave që ende nuk njohin shihen e fitores i vet dhe njëra nga këto dyja sonte do t'ja bëj seft e triumfit, kurse tjetra do të vazhdoj serinë e humbjeve. Mbetet të shihet edhe 10 minuta të dyja skuadrat, pra kanë nga një lojtar të përjashtuar te Golden Eagle Lulli me 5 personale, Liz Shoshi tek vllaznimi Joranej. 3 pike përsi për Golden Eagle Lulli. Për vllaznimin, falni, 60 me 63. Tashja e Yllit, Hoffman Çollaku, Ellen Thomas dhe Gzim Morina. Edhe 6 sekonda për këtë sulm, kërkon presion në Allenin dhe të mbyllet atje Gzim Morina nga pozita e tij. Barazon kapiteni, e nis qerekun vendimtar me treshe. Çfarë loje, po vazhdon ajo seria e ndeshjeve dramatike dhe fenomenale mes këtyre dy skuadrave, sikur se vitin e kaluar Reed. Treshe për treshe. Pa. Sonte s'po bjen shi, në fakt po bjen shi edhe atë i mall mirë, po një rrëbesh i vërtet edhe i tresheve këtu në Tramaj Qershori. Zimorina tenton, nuk përgjigjet në treshe Jon Ismaili kundër sulmi shpejt. Do të kthehet në mbrojtje Golden Eagle Lulli, Reed, lëvizje bukur mashtruese. Fauli Brandon Hoffmanit, i cili pati një pjesë të parë fenomenale, mirë, po në pjesën e dytë u ndal. Katërmajt pike, 11 kërcime i pati në pjesën e parë. Dhe deri tash vetëm 3 pike, 1 kërcim në pjesën e dytë. Sidoqoftë është në mesin e më të mirë me double-double. Ronda Syla shumë i lartë atje në kërcim, nuk arriti. Opa, faul është ky nga prapa. Takianos kërkon faul sportiv. Do të rishikoj, Takianos kërkon që të rishikohet ky faul i fundit, duke pretenduar faul sportiv. Pra pas rishikimit të vëmendshëm, vendimi i referit Gadim Shabani dhe Erzen Haxhanit është se ishte tentim për të vjedhur topin dhe si ka aksion në drejtim të topit, atëherë është faul normal. Rivënjën e topit do të bën Arjan Çollaku, pra sfide pa sukseshme trajnerit Takianos së radhe. Dasyla është pranë Larry Thomasit, Dasyla me mbrojtje agresive ndaj Thomasit, Hoffman, dhe Dasyla kemi një mismatch, një ndrim të gabueshëm të lojtarëve. Në thellësi, në brendi, afron rezultatin në 65 me 66 pas një kohe të gjatë atje në aksion Brandon Hoffman. Joranej
definitivisht bëri një budallaki të madhe me atë teknikën e pest. Anën tjetër tenton, por nuk realizon Reed. Mungesa e Joranejt në mbrojtje po vrehet, sidomos tani në fund pasi që Brandon Huffman po dominon në trapez. Reed e kap këtë top për Jon Ismailin, kërkon kundërsun të shpejtë të Kolimerios, por e ktheu shpinën. Da Sylla depërton, nuk realizon. Gzim Morina i ngriti duart atje, e pati dhe ju nuk e preka, nuk pati foul. Tentimi Gzim Morinas në anën tjetër, kapiteni me 2 treshe në fillim të çerekut të katërt. Fillimisht e barazoi, tani edhe rezultatin në 2 pikë e ngriti. Puqje e Warwickut më i larti në kërcim Larry Thomas. 12 pikë të Gzim Morinos, të gjitha për 3 pikë. 4 treshe të Gzimit nga 6 tentime. I ka dhe 4 kërcime e 4 asistime. Fenomenal kapiteni në çastet vendimtare sonte. Ndeshje ngushtë. Brandon Huffman nuk ka atje kush e ndal Brandon Huffmanin. A do të kemi teknike tani. Ronda Sylla atje pas kësaj ngulitje të Brandon Huffmanit. Reagoj, të shohim. A do të kemi teknike të 2 lojtarëve. A do të rishikojnë këtë rast apo jo, mbetet të shihet. Si do qof 70 me 66 e kemi një seri prej 7-0 të Golden Eagle Yllit. Dhe pa dyshim se më i merituari për këtë është Gzim Morina, edhe me asistimet e tij tek Brandon Huffman në thellësi, edhe me treshet e tij. Gzimi e filloi me atë 3 pikshin në asistim të Trevon Allenit, pastaj Reed në asistim të Ronda Syllës u përgjigj. Gzimi asistoi te Huffmani para se të realizonte edhe vetë treshen. Dhe tani është ngjallur edhe publiku i pakt në 13 qershori sonte. 23 pike, 7 kërcime nga Trevon Allen. 8 kërcime në fakt, më falni, e 3 asistime. Duhet të përmirësohet. Faulli edhe njëherë i Arianit. E shtyen atje Ismailin. 6 minuta 38 sekonda deri në fund të duelit. 4 pike përsi për Golden Eagle Yllin, 10-3 në këtë çerek deri tash. E faulli Brandon Huffmanit. Lëvizje bukur mashtruese Zigiridit, hopa atje ngritin hava Brandon Huffmanin. Personalja e 4 e Huffmanit. 19 pike, 12 kërcime, 4 pikë të tij në fillim të çerekut të katërt, në asistim të Gzim Morinos. Të dyja shënimet, të dy ngulitjet në fakt monstruoze të Brandon Huffmanit, natyrisht në mungesë të qendrës. Definitivisht të vllazënimi po shihet që Kuqezin të Gjakovës ka nevojë për edhe një qendër të fuqishme, sikurse kishin vitin e kaluar Jason G. Tobon, diçka të ngjashme. Warwick për Reedin, e sheh atje korridorin. Reed
Mbrojtje e mirë, top I vjedhur Trevon Allen pran Warwickut, deporton, por mbrojtje e mirë e Warwickut I cili e ndon megjithatë këmbën ngulës është Trevon Allen shkon deri në fund dhe pikën e 25 të tij e realizon, I ka dhe 8 kërcime, 3 asistime, fantastik. Në prag të double-doublit edhe Allen. Koshi për Reedin I cili kësaj radhe huq, 72 me 66, vazhdon seria prej 9-0, një seri shumë e rëndësishme e vllazimit prej 9-0, minus 13 që ne soli në vetëm 2, pastaj në 1 në fund të pjesës së parë, për të dalë në përsi, lufton atje Jon Ismaili me Gzim Morinën. Colimerio e kap këtë top Reed, kundër sulmi shpejt, ati Koshi tërhiqet për treshen, nuk realizon, në anën tjetër, Reed ndalet nga Gzim Morina. Personalja e 4 të Gzimit, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Nga 4 personale kanë Hoffman dhe Gzim Morina. Në anën tjetër, me 3 personale është Koshi dhe Colimerio. Thot Takianos Gzimit ki kujdes, I ki 4 personale. 72 me 66 mbetet rezultati të parën e huqit, dytën e realizoi afron në 72 me 67, 5 pike përsi, edhe 5 minuta e 5 sekonda deri në fund të këtij dueli jashtëzakonisht interesant. Tash po përsëritet seria e rivalitetit të edicionit kaluam. Larry Thomas tani me një treshe shumë të rëndësishme për 75 me 67. Nuk ka përgjigje nga ana tjetër. 3 sulmet e fundit I shpërdoroi vllaznimi Reed. Rëshqet atje. Ati Koshi e huq tani edhe Koshi Trevon Allen. Ju ik të gjithë dhe në anën tjetër Rees. Kosh foul nga kapiteni, 10 pike përsi, plus edhe gjuajtja e lirë dhe kjo seri të cilën e nisi kapiteni Gzim Morina. Në këto 5 minuta 35 sekonda kemi një seri prej 14 me 4. (77 me 67). 10 pik dallim plus, edhe një gjuajtje të lirë. Do ta ketë ja edhe një herë Brandon Hoffman me ato 2 asistimet fantastike të Gzim Morinës, kapiteni në çastet vendimtare. Doli në skenë me 2 treshe të tij në fillim të çerekut të 4. Edhe 2 asistimet e tij dhe tani po luan me 12 pikë, të gjitha nga tentimet për treshe. 2 peshe, 5 kërcime e 5 asistime. Hoffman, qendra gjigante e Golden Eagle Lillit ka double-double, 19 pikë, 12 kërcime, ka dhe 2 blokada dhe natyrisht Trevon Allen, më I miri me 25 pikë, 9 kërcime dhe 4 asistime. Është edhe ai në prag të double-doublit. Në anën tjetër e pat në ekranin e juaj Warwick, I cili ka 21 pikë, 2 kërcime, 2 asistime. 5 treshe të Marquise Warwickut nga 6 tentime, 83% të efikasitetit, me vërtet fenomenal. Warwick Reedi qëndroi për krahu me 15 pikë dhe Koshi, kapiteni, e huq tentimin e tij. Rees mbetet e përsia prej 10 pikëve, kur kanë mbetur edhe 4 minuta e 15 sekonda loj. Warwick
nuk tenton për treshe, po kërkon hapësinën, mbrojtje e mirë e Gzim Morinës, atje topi humbur i Warwickut, është ky topi treti humbur i tij, i 11 i vllazimit. Pick and roll dhe futet mbrenda Rees. Allen është të vetmuar Çallakun, tenton. E huq Kolimerio, në anën tjetër ja kthen topin prapa Ismailit, i cili e shpëton këtë top. I vetmuarshëm Jon Ismaili Ri me Ronda Sylin, atje e shpëtojnë këtë top. Warwick depërton, nuk realizon. Larry Thomas i vëmendshëm atje, 3 minuta 24 sekunda lojë. Takianos në këmbë këtu në qendrim basketbollistik, po e përcjell sulmin. I vetmuar Gzim Morina atje, Rees nuk po e shef fauli atij koshit. Personalja e pest e kapitenit, i cili duhet të largohet. 10 pikë, 3 kërcime dhe 2 topa të vjedhur, kontributi i kapitenit atij koshit, i cili largohet për shkak të 5 gabimeve personale. Edhe ai Anej me numër 10, atij koshi me numër 11 largohen për shkak të 5 gabimeve personale. Liz Shoshi është larguar te Golden Eagle Ylli. Mbrojtje e mirë e Warwickut kundër sulmi shpejt. Nëse shënon Warwick, do të ketë time-out. Kërkon me njerë time-out për të ndërprerë serinë e vllazimit trajneri Takianos. 77-69 është ky topi i parë i vjedhur i Warwickut. Pika 23 e tij. Edhe njëherë Trevon Allen, pak më herët me asistimin e tij për Gzim Morinën. 2 treshe të rëndësishme të Gzim Morinës tash dhe 2 asistimet e tij për Brandon Hoffmanin në atë serin në fillim, kur nga 60-63 Golden Eagle Ylli kaloi në epërsi prej 70-66. Gzim Morina kishte dorë në çdo aksion, kontriboi me 2 treshe dhe 2 asistime për Brandon Hoffmanin. 6 pike, 2 asistime i realizoi gjatë asaj serie shumë të rëndësishme, e cila faktikisht edhe e riktheu rrjedhën e lojës, pavarësisht nga fakti se Trevon Allen po luan me statistika fenomenale, 25 pikë, 9 kërcime, 4 asistime. Megjithatë, loja e Gzimit, kapitenit, në fillim të çerekut të katërt ishte vendimtare. I ngath aty pak Larry Thomas gabon, megjithatë del në anën tjetër. Larry Thomas i krijon vetes hapësinë dhe realizon treshën, me të cilën e ngrit rezultatin në plus 11, gati afron atij maksimumit prej 13 pikëve. Kolimerio mbi Gzim Morinën nuk realizon, topi humbur. 2 minuta 20 sekonda lojë deri në fund. Larry Thomas shfrytëzon tani pick and rollin, edhe pse ja vjedh topin, Ronda Syla depërton deri në fund, e vjedh këtë top edhe shkon deri në fund për 80-71. Me vrikosët shumë Takianos me këtë top të humbur. Trevon Allen shkon me sulm të gjatë, Kolimerio është pranë tij. Edhe një top i vjedhur nga Warwick. Shumë thjesht, nuk e komplikon për 80-73. Time out ka kërkuar Takianos. Trajneri Takianos me të vërtet nuk ka faj.
Thot, tamam sa u relaksuam dhe ju hupni, boni hajgare dhe hupni topa dhe në vend se të shkojmë në 15 pike përsia u afruan në 7 dhe po lejojmë që kundërshtarit të kthehet në lojë, s'ka faj. Me të vërtet nuk ka faj. Kjo është që edhe desha të potencoj ndoshta Trevor Allen I ka 25 pikë, 9 kërcime, 4 asistime, por ajo që e bëri dallimin dhe e nisi atë serin kur Golden Eagle Ylli u rikthye në rezultat në plus për 11 pikëve ishte kontributi I kapitenit Gzim Orina I cili po luan për ekip, I cili pra I realizoi ato 2 treshet, por edhe në mënyrë maestrale asistoi 2 herë për qendrën Brandon Hoffman në brendi dhe ja mundsoi ato 2 ngulitjet, pra në atë seri prej 10 pikëve të realizuara në start të qerekut të 4, pra Gzim Orina luajti për ekip për dallim për Trevor Allenit I cili me të vërtet po e maltreton pak ma shumë topin dhe po luan në mënyrë individuale. Po e shohim Marquise Warwick I vetmi I cili po mundohet të qëndroj në këmbë, 25 pikë edhe nga ai, 5 treshe nga 6 tentime nga Marquise Warwicku, 15 pikë ka Reed. Larry Thomas atje, gabon, 8 sekonda. Topi humbur. Kërkon sfidën atje Takianos, por Gadim Shabani I ishte afër dhe ishte I sigurt në vendimin e tij. Edhe një top jo, 3 topa të humbur të skuadrës Golden Eagle Yllit. Warwick me treshën e tij të 6 afron rezultatin në 80-76. 6 treshe nga 7 tentime Warwick, 28 pikë. Bëhet gati për të inkuadruar në lojë Lovre Bashić, vetëm 4 pikë dallim nga 11, një seri fenomenale. Tani e vllaznimit I cili e shton presionin. Edhe një top I vjedhur, Reed e vjedh topin kundër sulmi shpejt. Colimerio depërton dhe realizon 80-78. Të shohim nëse ka të drejtë që të kërkon time out. Skuadra e Takianosit apo jo. Referët thonë se ka 80-78. Të shohim, nejse këte do të diskutojnë referët Shabani, Hajani dhe Shala. Kretë është në rregull, si dhe qoftë. Hajde t'i kthehemi lojës. Edhe një herë Marquise Warwick Marquise Warwick me këte treshe fantastike për 80-76, pastaj edhe topi vjedhur dhe kundërsulm I Colimerios në asistim të Reedit. Ziggy Reed e volli topin, asistoi për Colimerion I cili depërtoi dhe realizoi, pra nga 80 adhurues të basketbollit, nga 80-69 përsëri kemi serit 9-0, me të vërtet shumë interesante sonte. Është kjo seria e tretë prej 9-0. Fillimisht ishte vllaznimi në qerekun e dytë kur bëri atë serin prej 9-0 dhe afroi rezultatin, duke fituar edhe në përgjithësi. Duke afruar në 40-39 në fund të pjesës së parë. Pastaj ishte seria prej 9-0 me të cilën Golden Eagle Ylli e nisi
shkëputjen në rezultat, pas edhe seri prej 14-4, dhe tash, pas 18-69, ja ku jemi, seria e tretë prej 9-0, e afron rezultatin në vetëm 2 pikë, drame vërtet për sëri, me styre 2 skuadrave, cila nga këto 2 skuadra do t'ja bëj sefte pas 3 gjirove, cila do të vazhdoj me 3 humbje, mbetet të shihet edhe 43 sekonda. Trevon Allen e ka topin, Jon Ismaili është pranë tij, Trevon Allen tenton, Jon Ismaili faulin e shkakton. Personalja e tretë e Jon Ismailit. Do t'jenë 2 gjuajtje të lira për Allenin, i cili i ka 25 pikë, 6 pasësh nga vija gjuajtjeve të lira. Allen. Realizon për 81-78. Drame vërtet këtu në Tremblaj Qershori. Kërkon që gëzimit të ketë kujdes, mos shkakton personale. Trevon Allen e huq dhe tani 81-78. A do të kemi vazhdime? Jo, gabon Dasyla. Kërkon sulm të gjatë atje trajneri Trevon Allen. Ish mangët, lëviz pa top thojnë. Lovre Bashic, Gzim Morina nuk ngutet. Lëvizje bukur mashtruese e Gzim Morinës. Personalja e tretë. Është hera parë sonte që është në vijën e gjuajtjeve të lira Gzim Morina. E nevri Kosët që shkoj për faul atje Takjanos, duke ditur që mund të huq gjuajtjet e lira edhe t'jep rastin vllazimit që të realizoj treshje dhe të barazoj ndoshta edhe ndeshjen ta dërgoj në vazhdime, por kapiteni realizon për 82-78. Time out kësaj radhe kërkon trajneri Jeronimo Sharin. Me të vërtet ndeshjet mes të Golden Eagle Yllit dhe vllazimit po vazhdojnë pas edicionit të kaluar fantastik të jenë dramatike edhe si vjetë. Vitin e kaluar i kishim në total 7 përballjen mes të këtyre 2 skuadrave, 4-3 në favor të vllazimit. Ato serit qerek finale shumë interesante, sidomos ndeshja e kthimit ishte dramatike këtu në Tremblaj Qershori pas fitores prej 182. Në ndeshjen e parë të zhvilluar me 4 dhjetor në Shaninushi, Ylli u kthye 98-91, megjithatë nuk ju shmang eliminimit nga Kupa e Kosovës, e më pas pra patëm gjysmë finalen dramatike të Ligës Unike me 26 mars në kryeqytet, e cila po ashtu u vendos në sekondat e fundit. Jason Gjitobo realizoi për 76-75. Vllazimi shkojnë finale, ku pastaj zhvilloi edhe një duel tepër dramatik në vazhdime ndaj Sigal Prishtinës, fitoi Ligën Unike dhe trofeun e parë pas 29 viteve. Dhe ja, edhe si vjetë pra, po startojnë serinë e përballjeve në mënyrë fenomenale këtu. 4 pikë dallim, në nëmajt presje 7 sekonda deri në fund. Reed për Warwickun, i cili ka 6 treshe nga 7 tentime, e huqi. Reed tenton për dyshe, realizon 82-80. Shkaktojnë faul ndaj Larry Thomasit, 8 presje 1 sekonda. Drama në Tremblaj Qershori po vazhdon. 82-80, Larry Thomas do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira, 100% efikas deri tash 2-2. 13 pikë, 7 kërcime e 6 asistime nga Larry Thomas. Dhe shumë e rëndësishme kjo gjuajtje e lirë për 83-80.
zakonisht është i qetë Larry Thomas, por e huq edhe faul i Gzim Morinës. Rees do të bëhet gati, kapiteni ndërshkohet me personalen e 5. Martini inkuadrohet në lojë sepse duhej një lojtari vendor. Reagimi i Gzim Morinës, mençëm sepse do të ndërshkojë me teknike skuadra e Golden Eagle Yllit. Larry Thomas largohet, Rees e forcon atje kërcimin trajneri Takianos. 5 sekonda deri në fund, drama vazhdon. Kolimerio në vijnë e gjuajtjeve të lira. Realizon për 83 me 81. Të 83 me 82, 5 sekonda deri në fund. Rees largohet, Larry Thomas rikthehet në lojë. Një pikë përsi, drama arrin maksimumin, 5 sekonda deri në fund. A do të shkon Jon Ismaili me faul, Da Sylla dhe Jon Ismaili. Trevon Allen, faul ndaj Trevon Allenit, 3.6 sekonda. Kohën dhe dojnë të rishikojnë nëse koha ishte lëshuar më herët apo jo. Do të kemi rishikimin e kohës edhe një herë. Duhet të kthehet koha në 4.5 sekonda. Kanë kaluar 50% e sekondës për i rëvënjës së topit deri në kontaktin, deri në faul, e rishikuan referët dhe e kthyen kohën. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jenë Trevon Allen. Drama në trama i qershori vazhdon, e huq Trevon Allen. Pa. 11 pike përsi kishte Golden Eagle Ylli, edhe tash po rrezikon 4.5 sekonda deri në fund. Drama arrin maksimumin, Trevon Allen, më i mirit e Ylli, e huq të parën. E shënon të dytën. Warwick, depërton, tenton. Për paksa nuk realizon dhe ndeshja me fitoren e Golden Eagle Yllit në mënyrë dramatike përfundon 84 me 82. Adhurues të basketbollit, shumë shpejt do të jemi me intervistat e të dy trajnerëve, pasi që na pret edhe ndeshja mes Trepçës dhe Bashkimit.
Adhurues të basketbollit, jemi këtu me trajnerin Jeronimo Sharin. Coach, very tough game, very interesting game. You were 11 points behind, but you somehow managed to come close. You didn't win the game, very close game. What decided? I mean, we had a shot for the victory ball, go in, go out. That's basketball, that's life. I congratulate Willie. Basically, we lost the game in the first quarter where we entered very bad. Later, we had a problem with our big guy. He make like a stupid decision and he was fouled out. It was pretty hard to play without big guard at all, but we managed. We had this situation to shoot the ball. Unfortunately, we miss it and the season is long. We have to fight and that's it. Thank you. You're welcome. Pra, shumë shpejt po e përkthej ato që tha trajneri Jeronimo Sharin. Ju ka mungu lojtari 7 lartë për shkak të personaleve, bori faull shumë pa lidhje. I uroj fitoren Golden Eagle Yllit të merituar, e kam pas rastin që të shënojmë për 3 pikë, e huqën tentimin në fund shumë të rëndësishëm. Pra, paka shumë kjo ishte ajo që e tha trajneri Jeronimo Sharin, e tash do ta kemi edhe trajnerin Takianos shumë shpejt për ta përmbyllur këtë takim. Jemi me trajnerin Takianos. Coach, very, very close game. You started very well, 30 points ahead, then Vlasdimi went ahead. However, 4 minutes prior to the end of the game, you had 11 points advantage. You lost it. What happened? We see you coming up and down and the crisis in the game. At the end, you were lucky that shot didn't go in. We cannot describe like we win by lucky because they missed the last shot, but generally it was, as you described, a game that we were able to control more easier than it happened at the end. It's something that we have to take care. I mean, it's about concentration. It's about decision when the players are tired because we allow our opponents to close the point differential because of our mistakes. I mean, we gave them the basketball at the end of the game. So I think that these are things that we can correct. We can show up ourselves better from this day that we wanted desperate the win for psychological or for other reasons. And I believe in our team that in the moment that we're going to not give this kind of easy points, turnovers, we can be better and we're going to be better, I promise. Thank you. Thank you. Shumë shpejt po e përmbledhi, ajo çka ka qenë një pikë e dobët e skuadrës së Yllit është koncentrimi në momentet vendimtare, humbja e topave shumë të lehtë, përkundër kontrollit të lojës edhe kur e kemi mbri, do me thonë e përsin, në fund kemi arrit që përmes gabimeve shumë të thjeshta, dekoncentrimit të humbin topin, edhe t'i lejojmë kundërshtarëve që të vinë në situatë për ta fituar lojën. Kjo që duhet të bëjmë është i kontrollojmë topat e humbur dhe me kohë shpresoj se do të vim aty ku duhet të jemi. Adhurues të basketbollit, duhet të ndërprejmë këtu, na pret ndeshja shumë interesante, Ajka e mbrëmjes, Trepça Bashkimi dhe nga këtu ja jap linjën Ulpiana Emrës në palestrën Minatori. Vazhdoni të qëndroni me Art Motion.